Argjinatura e lumit Devol ka nisur të rehabilitohet. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla së bashku me kryetarin e Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, inspektuan ecurinë e punimeve të sapo nisura për rehabilitimin e mbrojtjes së argjinaturës së lumit Devol, një investim i rëndësishëm që synon rritjen e sigurisë së tokave bujqësore dhe mbrojtjen e zonave përreth nga rreziku i përmbytjeve dhe erozionit. Punimet përfshin ndërtimin e mbrojtjes me gabione dhe gurkave në një gjatësi prej 350 metrash linear në secilën anë të argjinaturës, me një volum prej rreth 5000 m3 gur, duke forcuar shëndrueshmërinë e saj përballë prurjeve të larta dhe fenomeneve natyrore. Ky investim nga qeveria shqiptare, Ministria e Bujqësisë do të bëjë të mundur të gjithë atë problematikë që ne kemi pas gjatë sezonit të dimrit, për të parandaluar edhe sezonin tjetër që po na vjen, në mënyrë që fusha Maliqit të jetë mbuluar më së miri nga problematikat e çarjes argjinaturës. Ministria së bashku me Bordin e Mbullimit do të bëjë të mundur edhe investimet e tjera që tashmë janë të parashikuar në buxhetin e Ministrisë dhe të Bordit të Mbullimit. Ky investim do të rrisë sigurinë e infrastrukturës ujore, do të mbrojë sipërfaqet bujqësore dhe do të krijojë kushte më të sigurta për zhvillimin e aktivitetit bujqësor dhe jetën e banorëve të zonës.